Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Demit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ai është nën të shpatës. Shpatë dhe shpatë, kam sigur po filloj me ca negative, apo një energji kështu, jo fort të mirë, të dashur demër. Të dashur demër, diçka po të merr frymën, ta them kështu në këtë mënyrë. Në fakt kjo letër pasqyron në dy mundësi, ose jeni duke i egzageruar gjërat në kokën e juaj, ose je duke vuajtur nga mendimet e egzageruara, duke krijuar çdo skenar të mundshëm në kokën e juaj. Po kështu, po ashtu, bo. Sigur, gjithë kohës një shqetësim konstant, net pa gjumë, ankth. Ky letër thotë je duke qëndruar zgjuar, natën për gjëra që s'janë më në dorën tënde. Apo siç e thash, ose ndoshta as që nuk janë as të frikshme sa që po i mendoni. Çfarëdo që të bren përballo me të sot, por mos rri më duke vuajtur në heshtje. Tani, gjërat që përjetojmë çdo ditë nuk janë të lehta, absolutisht. Nuk janë të lehta, por që çfarë duhet të bëjmë që të kalojmë më lehtë në përditshmërinë tonë? Të mos japim mendjes më shumë fuqi se sa ka realisht. Kur them mendjes, nga që mendja ka aq fuqi sa mund të na shkatërroj pa patur ndonjë shqetësim të madh. Kjo është fakt, nuk është mendim. Sado që gjërat duken të errëta në kokë, janë ato mendimet e tepërta, janë më të mëdha se sa janë në realitet. Pra, çfarëdo që të jetë, përballu dhe mos u fshih pas kësaj frike. Mund të jetë një frikë egzageruar, mund të jetë skenaret e mundshme, siç thashë, në kokën e juaj duke e bluar, më shumë se ç'është realiteti, apo çfarëdo që të jetë duhet të përballesh dhe nuk e meriton asnjë në botë të qëndrojë në këtë mënyrë. Çfarëdo lloj situate apo nga çfarëdo lloj personi që ju bën të ndiheni kështu, përgjigjen e dini vetë çfarë duhet bërë.